Oh, sorry. Firmosim sot marrëveshjen e grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin Infrastruktura hekurrudhore Korridori 8, faza e parë Shqipëri, dhe kontratën financiare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin Infrastruktura hekurrudhore Korridori 8, faza e parë Shqipëri. Nënshkruajnë Zonja Belinda Balluku, zëvendës kryeministër dhe ministër Infrastrukturës dhe Energjisë, Zoti Lionel Rapaj, drejtori i Bankës Evropiane për Investime. Faleminderit, ju ftojmë të ndiqni konferencën. Mirëdita të gjithëve. Është kënaqësi e posaçme që të kemi sot në Tiranë në këtë vizitë të parë në vendin tonë përfaqësuesen e lartë të Komisionit Evropian dhe zëvendës presidenten e këtij komisioni, Kaja Kallas. Mirë se erdhe në Shqipëri e dashur Kaja, dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që më në fund e mbajtë fjalën, ma kishte dhënë përpara si përfaqësuese e lartë e vendit tënd, po erdhe si përfaqësuese e të gjitha vendeve tona. Kemi pasur një takim si gjithmonë shumë pozitiv, ashtu siç tha zëvendës presidentja, mes nesh dhe Bashkimit Evropian nuk ka asnjë problem apo çështje të hapur, përkundrazi kemi një linjëzim të plot në të gjitha aspektet, gjë që shprehet më së miri edhe në politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila është 100% e linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që kemi folur sidoqoftë për sfidën e madhe të procesit drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, për kalendarin shumë ambicios të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027, ashtu si kundër kemi folur edhe për rajonin dhe për problematikat në rajon, në një moment kur ne kemi të domosdoshëm unitetin dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, ku fatmirësisht të gjitha vendet kanë synim të shpallur strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian.
dhe ku ky destinacion është një pikë referimi jashtëzakonisht e dobishme dhe ndihmuese për të kuptuar edhe politikën e ditës dhe hapat që të gjithë bashku duhet hedhim në të përditshmen tonë, në mënyrë që jo thjesht secili prej nesh të antarësohet Bashkimin Evropian, po i gjithë ky rajon të bëhet pjesë organike e familjes bashkuar europiane. Dhe thënë të gjitha këto, kemi prekur me zëvendës presidenten dhe çështjen e bashkëpunimit strategjik në fushën e sigurisë. Siguria është një temë gjithmonë më qendrore në jetën e përditshme dhe në politikën e Bashkimit Evropian. Dhe si kundër e kam ndarë edhe pak kohë më parë me publikun, duhet ta përsëris që në një anketë të fundit të bërë në vendet e Bashkimit Evropian për popularitetin e Bashkimit Evropian, një anketë që kryhet qysh për vitin 1983, rezulton se pikërisht që nga viti 1983, mbështetja e Bashkimit Evropian nga popujt që e përbëjnë është më e larta ndonjëherë. Gjë që nuk ndodhte deri pak kohë më parë, sepse popujt e Europës sot më shumë se asnjëherë më parë e ndjejnë që lufta nuk është një film bardhëzi i të shkuarës dhe as një ngjarje spontane që ndodh në kufit e Europës, por është një kërcënim real, ndaj të cilit Europa duhet të shtrëngojë radhët dhe duhet të forcohet. Dhe pa diskutim që në këtë pjesë e këtij angazhimi është edhe Shqipëria në përmasën e vet. Gjithashtu dua të theksoj që partneriteti për sigurinë e mbrojtje, që e kemi nënshkruar së bashku me Kajën dhjetorin e kaluar, është një hap që pasohet nga të tjerë hapa dhe praktikisht dialogu për këtë partneritet do të jetë një konstante e vazhdueshme e marrëdhënies sonë me Bashkimin Evropian përpara antarësimit, por patjetër pjesë e këtij partneriteti Shqipëria do të jetë edhe si antare e Bashkimit Evropian. Nuk dua të zgjatem më shumë sepse vetëm do përsëris gjëra që